qenë e martuar, kisha 2 fëmijë. Një vajzë, një djalë. Unë dava nga i bashkëshorti, po s'kisha cilibri me atë. U lidha me një çun, ai ishte nga Shkodra. Edhe më sa që do jetojmë bashkë. Nuk e di sa vjeç ka që nuk të mbaj mend moshën. Kam bashkëjetuar me atë një 2-3 muaj. Ka thënë që dua tha të vë cilibri me ty. Nuk i dija idetë aty se si i kishte problemet, nuk më kishte treguar asnjëherë. Kërkoi mbiemrin tim. Jo, nuk më ka prezantuar me familjen fare, se unë rria me qera me atë në Durrës. Se unë jam rome dhe ai nuk ishte rom. Nga kjo nuk të mbula veç që të prezantohesha me familjen e ati. Mbasi vura cilibrimin me të, për një muaj tha unë do lëviza, do kthehem prap. Kisha besim ke ai, më kupton? Nuk u kthyma. E prita 1 vit, 2 vjet, prita që ai të ktheheshte, ai nuk është kthyer më. Pyetja shokun e di vazhdimisht emria në telefonin, po ja ku është? Ai nga një herë thoshte që nuk e di se ku është, nuk po bëhet. Nga një herë